Ekziston mundësia që Maqedonia e Veriut të antarësohet në Bashkimin Evropian në fillim të vitit 2027, pa të drejtë vote. Kështu ka deklaruar kryeministri Mickoski gjatë një interviste në Kanal 5, duke u përgjigjur në pyetjen nëse Brukseli ka ndonjë alternativë për vendin duke marrë parasysh eurointegrimet e bllokuara. Prvото сценарио е да Украина, заедно со Црна Гора, Албанија и Македонија, stane zemre членка на Европската унија. Skenari I parë është Ukraina bashkë me Malinezi, Shqipërinë dhe Maqedoninë të bënë vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe kjo të ndodhë në fillim të vitit 2027, të ulen në tavolinë të valvitet flamuri Maqedonas në Bruksel, por pa të drejtë vote. Të marrin pjesë në punën e ministrave të Këshillit, komisioneve, trupave, por pa të drejtë vote, me shumë mekanizma kontrolluese. Që të realizohet kjo, sipas kryeministrit, duhet të përmbyshen dy kushte. I pari, vendi tashmë ka përmbushur, I pari në rajon bëhet fjalë për politikën e jashtme të përbashkët të sigurisë me Bashkimin Evropian, kurse kushti I dytë është sundimi I së drejtës. I pyetur nëse kush do të jenë edhe ndryshimet kushtetuese, ai thotë: За нас предпоставам и тоа ќе биде, бидејќи е прифатено од страна на претходната влада. Supozoj se për ne do të jenë edhe ndryshimet kushtetuese për shkak se është pranuar nga qeveria më parshme. Ky integrim mund të ndodhë diku në fillim të vitit 2027. Kushti I dytë është që kësaj të I bashkangjiten edhe vendet tjera të rajonit, sikurse Bosnia-Hercegovina, Serbia, Kosova dhe Moldavia. Kjo sipas Mickoskit është ajo që momentalisht po dëgjohet në Bruksel, kurse ka qenë temë diskutimi edhe në konferencën e sigurisë në Myny. Megjithatë, siç tha, realizimi I skenareve të këtilla barren nga shumë parametra, sikurse plani I paqes për Ukrainën dhe konsenzusi për marrëveshjen eventuale të paqes.